Mirëmëngjes, si për ju në studio, mirë se po takohemi edhe sot, po lajmërohemi nga fshati Bardhosh i komunës së Prishtinës, se këtu kemi ardhur me që ka qenë zotri Femiu që ka adresuar një shqetësim të tij sa i përket vendit, pra lagjës ku ai jeton. Se çka më shumë, këtu bashkë me zotri Femiu, me cilin do të flasim për shqetësimet e tij që i ka adresuar përmes telefonit edhe fillimisht po nisim me ndriçimin që e ke përmend se tash një kohë gjatë jeni në terr ashtu, jeni pa drita, nëse mundesh më na tregu pse ka ndodhur diçka e tillë, nëse keni adresuar shqetësimin e juaj edhe te komuna, edhe çfarë përgjigje keni marrë, nëse është duke u bë diçka në këtë proces ose jo. Sfari falenderoj juve që keni qenë kohë më ardha dhe ju përgëzoj për këtë emision që ju përgjigje ftesave të qytetarëve dhe brengave të tyre. Po na kena problem me ndriçimin që nga muaji dhjetor i vitit 2025. Ndriçimi publik nuk është funksional të na. Edhe kena bërë shumë thirrje në komunë, shumë kërkesa, dalëm rregullohet, kryesorja na jena pa ndriçim prej muajit dhjetor. Ka ndonjë përgjigje nëse është duke u bë diçka në këtë proces, përveç asaj që kanë me dalë në terren, edhe kanë me pa, edhe kanë me rregullu, po themi ashtu, po nëse është duke u bë diçka në këtë proces, është duke u bë ndonjë projekt i ri ose diçka? Ata që ashtu po thonë që është një projekt diçka, po neve po na vyjnë dritat. Drita s'kena, po kena problem me qendrën të acak në mramje, sidomos fëmija, të veçdit. Problemi është që nashta edhe na si qytetarë jena pak pa ndërgjetshëm me mbeturinë aty qitë vend e pa vend. Edhe po vinë edhe qendrën të acak. Kretan si rezultati tyne të nej problemit e fëmija. Ka ndodhur me u sulmu ndonjëherë fëmijët ose dikush edhe më i rritur nga qend apo nuk ka ndodhur? Ka ndodhur gjithësysh, ka ndodhur ato, po unë për sa i përket në shtëpitë time s'ka ndodhur, po në lagje këtu kena pas shumë herë probleme, kanë pas probleme fityne. E përmendet që mbeturinat po i hodhni vend e pa vend, po është edhe pastrimi i rregulltë që vjen edhe në kohë të rregullta që i ka, pra në ditët e caktuara, vjen edhe i largon mbeturinat apo keni edhe një atelazh të tillë? Shumë jena të zhgënjur me pastrimin. Shumë jena. 24 javë ditë zgjidhim me marrë bërdogunis. Edhe si jena të kënaqur me ta. Unë thash pastrimi, po është edhe janë edhe dy operatorë privat pra që operojnë nga komuna e Prishtinës, pra nga ekzekutivi i kryeqytetit, apo jeni me kompaninë pra ndërmarrjen e pastrimit që vjen dhe largon mbeturinat? Fundi i vitit 2025 dhe fillimi i vitit 2026 privat thëshin e ka pastrimi thike kanë privat, kishin mos marrëveshje me zveti pasojat i vujshëm na. Fakturat na vishin me rregull, po pastrimi si na kanë të kënaqur me ta dhe hanes duke jena. Si ja bëni me mbeturinat, si gjendeni? Qysh i largoni vet? Keni menduar se në ankesat që i kemi marrë në emisionin ton ka dhe banor që thonë se bëhet aq shumë po menoj burlloku, sa detyrohen edhe me i largu vet ose me i vu zgjidhje vetes? Po edhe na u dosh me bota në çat zgjidhen, më donë me gjuhë dikon me prishnin natyrë ose me gjuhë rreth në lumi ose s'po thamonë se veç unë jemi përkryme me të tjerë janë më krejt të vinë si neglizhenca e punës të pastrimit pe komuna niveli qendror kush i kanë këtu i taj di më mirë. Neve po na intereson me pos pastërtim, me pos ndriçimin, me pos vitit 2026. Më fol Prishtina për pastrim, më fol Prishtina për kanalizim, për ujë të pijes. Kjo është marrja më e madhe që marrin në pas. Një atelazh tjetër ka qenë edhe kanalizimi, edhe në lagjën e juaj, pra edhe nëse mundesh më na tregu pak më shumë se si qëndron krejt si problem. Nëse është i kahmosshëm apo çysh është? Unë jam si 18 vite këtu. Edhe që kjo shtëpia jame përfuni përmas shtëpisë është një parë e vogël u bën edhe tash edhe qytetarët pa ndërgjetshëm. E kanë zgjidhur kanalizimin çat për Ruck, kur është një kanalizim i shtetit për rreth lumit. Edhe na jena detyruar një 5 familje me morë me shtin gypat pru me forcat tona, edhe me kalu që me hjek pe i ka e kena pron tonën. Mirë, po tash ku është një park i fëmijëve që është edhe fushën që e përmenëm, aty që tash dhe mëjna më shku me po që shku ndërman, çfarë gjendja është, këta me i rregullu i punojnë, po mirë mbajtën të ne s'pe bojnë, si të fushave, si të parqeve,
mirëmbajtjes s'pe bojnë s'është nivel, mujna s'është i mëro me boni. Nëse vazhdon një gjendje ose një situatë e tillë themi për secilin nga shqetësimet që i adresova edhe sot këtu përmes kamerës, po edhe përveç pra telefonit, nëse vazhdon një situatë e tillë pra me krejt shqetësime edhe për një kohë caktuar themi, çka mendoni me ndërmarr si banor të këtij fshatit që me bën një zgjidhje për secilin nga këto të lashë, nga këto shqetësime pak më shpejt, mendoni ndonjë peticion ose diçka e tillë që ose edhe një po themi kështu kërkesë zyrtare komunës që me ndërmarr diçka hapa më të shpejt. Tash këto partitë politike e kanë problemin kryesor. S'mundesh me i bon se për e note jo ky është kështu, ky është kështu. Edhe ata tash e kanë gjetë vjen rahatu komunalt. Se jo ky është me dëkën, ky është me vetëvendosin, ky me dëkën edhe unë s'dal me këto, s'dal me ato. Na pe i bujna pasojat si qytetarë. Në fund, kur pikryjnë punë të veta, këta po rrinë në tavolinë. Po në të mirën e qytetarëve, në të mirën e krejt këtyre shqetësimeve që ju i vuani si banor, po them kështu, çka mendoni me ndërmarrë që me i bo me që është për të mirën e juj, kështu krejt bashkë me u bo, edhe me thjesht me marrë një hap pak më të shpejt për me bo një zgjidhje. Po vetmja mundësi është me bo një protest ose një peticion në emën të gjithë fshatit edhe me javëzhu, po tërësim që bojnë, në më luftu me ta sujna si janë tjelë tonë. Faleminderit shumë për këto shqetësime që ndave bashkë me ne zotri Fehmi, sigurisht që si emision do të mundohemi që të bëjmë diçka sigurisht për këto shqetësime, ashtu siç edhe kemi vepruar ngjashëm sa i përket secilët shqetësim ose ankesë që kanë adresuar në adresën tonë pra në Klan Kosova, në emisionin Fol me Ari, qytetarët nga do në vendin tonë, kështu që ngjashëm do të veprojmë edhe me banorët e fshatit Bardhosh për këto shqetësime që vetëm se u adresuan tani më këtu tek ne edhe të marrim një përgjigje nga ekzekutivi i kryeqytetit, po edhe zgjidhje.